po krijojmë një lehtësim shpirtëror që përfshin dashurinë dhe tematika të tjera. Çfarë do ndodhet tek ju? Është lehtësim me pyetje dhe përgjigje. Çfarë përgjigje do merrni? Si do jeni në vazhdimsi? Si do jeni ju në këtë kohë, në dashuri edhe në pjesë të tjera të jetës? Çfarë mendon personi tek ju? Do arrini do merrni një zgjidhje? Do konfirmoj personi tek ju? Çfarë do bëj drejt jush? Ka persona të tretë që ndërhyjnë tek ju? Dhe mesazhi në përfundim. Jo. Ju jeni duke kërkuar një zgjidhje, keni 3 zemra. Zemrat janë 3 mesazhe që ju keni brenda vetes dhe mendoni të keni një zgjidhje. Sot ose në 3 ditë në vazhdimsi ju do bëni një udhëtim të shkurtër që do gjeni pak relaks ndaj vetvetes dhe do fokusoni tek përgjigja që do merreni. Shikoj që është një femër negative tek ju, është një femër shoqe o dikush që futet tek ju, merr vesh sinjalet tuaja, merr vesh marrëdhënien tuaj, merr vesh çdo gjë që ju keni lidhje. Dhe kujdes, sepse kjo di diçka në mendjen tuaj dhe në planin tuaj. E keni dashurinë në pikpyetje, keni dashurinë të hezituar dhe është person që ju prish marrëdhënien tuaj, futet mes teje dhe mes personit që doni. E mendoni dashurinë, e mendoni personin në çdo çast, e mendoni në 2 pjesë kohe, e mendoni në 2 faza. Mendoni që dhe një fazë kohe që ai tek ju ka dhënë një shpresë dhe një të ardhme, dhe mendoni edhe në këtë kohë tash që është në dilemë dashuria tek ai, ka dashuri të zjarrt dhe ka dashuri të ndaluar. Juve në vetvete gjithmonë jeni e pafat. Shikoj që keni pas dashuri të shkëputura dhe tash po mendoni që po mbam vetëm në petkun e hënës dhe po kërkoj zgjidhje. Jeni kthyer si një person në shumë ende, jeni kthyer një person rrëmuje, jeni kthyer një person që po lozin si loj fat, si loj bixhozi në jetën tuaj. Personi çfarë mendon tek ju? Personi që ju doni, personi që doni unë shikoj që është në larg, është në udhëtim dhe ju mban me fjalë, domethënë, mund të largohet me një fjalë të bukur, me një fjalë të ëmbël dhe ju mban domethënë si në balancim. Po brenda vetes ju e kuptoni që dashuria nuk është aq e kuptueshme dhe aq e zjarrt, është si në distancë dhe si e ndaluar dhe e venitur. Personi në fjalë që ju doni, dashuri juaj, ka 3 qëllime. Është i errët në përgjigjen që ju do merrni tek ai. Ai person nuk ju jep zgjidhje, ai person ka vendosur që të shkëputësi marrëdhëniet me ju. Ose më saktë ose më qartë i ka shkëputur, është pak si i varur në dilemë dhe ju lënë, domethënë duke menduar, ju lënë domethënë që vetë ta kuptoni, ju jep një zgjidhje jo të këndshme dhe mendon që jam i larguar, nuk mund të jem afër jush, njëkohësisht e shikoj që ai është shkëputur tek ju, është një tresh i errët. Numri 3 tregon errësirën edhe tregon ndarjen drejt jush. Ai person që është në botën e huaj, është në udhëtim, mendon të ngre financat e tij, mendon që e shikoj që ai ka dokumenta në këtë kohë, mund të marrë një dokument, mund të finalizojë dokumenta dhe një ndryshim tek ai, tek jeta e tij. Ndryshimi ka të bëjë me shumë pjesë të bukura të jetës, me shumë pjesë fitore. Finalizon punën, finalizon dokumentat, finalizon dhe vendodhjen e tij. Është personi i tretë që nuk do që t'jeni ju të bashkuar dhe ka ndërhyr tek marrëdhënia juaj. Flas për personat që kanë lidhje martesore. Te martesa e tij është diktuar gjithçka nga bashkëshortja, që është bërë ndalesë dashuria e tretë mes jush. Dhe sa për përket personave që janë në lidhje, nuk kanë pas lidhje martesore, është e shkëputur dhe ai mendon që familja e tij ka prezantim një person tjetër dhe nuk mund të jetë tek ju. Keni një telefonat të errët, nuk mund të japi telefonata të ëmbla ose telefonata kombuse tek ju ose telefonata që ju përshtaten.
Dhe sa i përket nuk do që t'jetë në familje, nuk do që të krijoj familje dhe nuk do që t'jetë në marrëdhënie me ju. Ka stakuar çdo gjë dhe më tepër jep argumentat kota, nuk do familja ose më të saktë personat që kanë qenë domethënë të bashkuar kanë një ndarje tash ndahen dhe krijojnë familje të re. Vendimi i tij. Ju keni vetëm një femër që ju ndihmon kjo femra, ju ndihmon një person i tretë dhe jep në maksimumin për ju që ju të dilni në dritë dhe të kërkoni dashurinë. Po, gjithsesi mendoj që ardhmja juaj tek personi që keni fokusuar është si e mbyll dhe e brisht dhe ju merrni mesazhe jo të mira, ju ka diktuar fjalët, ju ka thonë domethënë pezull, mund të ketë krijuar një ide që unë kam dokumenta ose jam i përndjekur nga ligjet ose kam diçka pengesë tek vetja e tij dhe në këtë pjesë ai ju kthen përgjigje të errta. Çfarë mesazhi përfundimtar do jetë tek ju? Do jetë pozitiv, do vi t'ju takoj ose do vi të finalizoj dashurinë tuaj apo jo? Unë shikoj diçka që ai ka bllokuar lidhjet me ju, i ka bërë stop çdo gjë dhe është një pengesë, si pengesë e errë midis jush, është një pikë halli ose një pikë probleme ose një aprovimi jo i mirë. Gjithsesi, unë shikoj personin dashurinë tuaj që është mbuluar me para dhe ka financa të mira në këtë kohë dhe nuk e kthen kokën pas tek ju.